Assalamu alaikum. Po e vazhdojmë tani me pjesën e dytë rreth tasavvufit. Në pjesën e parë ju thash, ju porosita, mos shpejtoni, mos bëni gjykime para kohe, mos paragjykoni as në atë që e them e as në tasavvufin. As pozitivisht, as negativisht. Sepse ishte hyrje nga lart shikuar tasavvufin, pastaj pak fola për zhvillimin historik të tasavvufit dhe e dhash një pasqyrë të përgjithësuar të tij. Në këtë pjesë do të futem pak më brenda për të përdorur terminologjinë e tasavvufit, duke e shpjeguar atë në mënyrë që në këtë pjesë të dytë të qartësohen gjërat edhe më shumë. Dhe vendimin përfundimtar, konkluzionin tuaj përfundimtar rreth tasavvufit mund ta jepni pasi ta kryj edhe pjesën e tretë e ndoshta edhe të katërtën. Atëherë plotësohet ajo tabloja që në te duket tasavvufi. Pra, sot këtu tani, po flas pak ma nga thellësia e tasavvufit. Dhe detyrohem në fillim të ju bëj një shpjegim shtesë. Tasavvufi si tasavvuf, nëse shikohet nga jo perspektiva perëndimore, që njihet me fjalën misticizëm, e misticizëm do të thot një formë askete e të jetuarit, e formë askete do të thot i tërhequr nga jeta, nga ballafaqimi me jetën, me problemet, me dinamikat, pra tërheqja në një qoshe të zavjes, që thuhet në arabisht, apo të tekijes, teqes, i tërhequr krejtësisht nga jeta normale. Nëse shikohet tasavvufi nga kjo perspektivë, atëherë themi se tasavvufi nuk i ka rënjet vetëm nga koha e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tasavvufi si i tillë, si misticizëm, si jetë askete, rënjet i ka tek hindusët e vjetër, në kohën e Budës, i cili për Budën thuhet se ka jetuar me një kokër orez në ditë dhe 40 ditë nuk ka fjetë. Buda mendonte se trupi është një burg për shpirtin. Pra lirimi nga presioni material i trupit, i fizikumit, shpirtit i mundson të ngjitet sa më lart dhe të komunikoj nga sa më afër me Zotin, me atë tërësien nga ku ka ardhur shpirti. Andaj, nëse e shikon tasavvufin si misticizëm, si jetë askete, tasavvufi islam shihet pra si një degëzim apo vazhdimsi e asaj jete askete mistike edhe para ardhjes së islamit. Megjithçë, tasavvufi i vërtet që frymon në jetën islame, që nga koha e sahabëve është krejtësisht tjetër nga ajo që njihet me terminologjinë perëndimore, latine, greke, si jetë mistike apo misticizëm. Përfundimisht, mbajeni mend, tasavvufi islam nuk është misticizmi islam, por është mënyrë e posaçme e jetesës. Se a ka pas më pastaj deformime, a është keq përdor, keq interpretu, është çështje tjetër edhe brenda hemisferës islame. Këto do t'i shpjegojmë pak në këtë pjesë dhe në pjesën që do të pasoj. Çfarë është tasavvufi? Megjithëse tasavvufi është një disiplinë edhe studimore që studiohet, ai para së gjithash është mënyrë jetese e posaçme që përjetohet fillimisht e pastaj vihet në praktik. Prandaj, sikur dashuria apo urrejtja që nuk mund të përkufizohen, që nuk mund të definohen, sepse janë
çështje abstrakte, mund të ndjehen vetëm refleksionet e tyre, ndikimet e tyre, rrezatimet e tyre. Askush nuk di të thot ta definon me një fjali se çka është dashuria, apo çka është urrejtja, apo çka është liria. Secili e definon nga perspektiva si e ndjen atë dhe si e përjeton në thellësinë e tij. Prandaj edhe në logjik, në atë kapitullin tek definicioni dhe divizioni, thuhet se gjërat të cilat nuk janë entitete të prekshme, apo siç thot Wittgensteini, gjuha si gjuhë është kuptim plote vetëm nëse flet apo përmend entitete që kanë ekzistencë fizike. Pra, edhe tek rasti i tasavvufit, si të dashuria, urrejtja, liria e të ngjashme, nuk mund të përkufizohet lehtë, për shkak se ka të bëj me shpirtërorën. Ti mund të flasësh për reflektimet dhe ndikimet e tasavvufit në jetën e përditshme, por që ta definosh është shumë vështirë. Prandaj në librat e tasavvufit kemi me qindra, jo, por me mira definicione tasavvufit. Vetëm në Risale al-Qashairie, që është një ndër librat bazë të tasavvufit, i kije mbi 1200 definicione se çfarë është tasavvufi. Varësisht se kush e ka definu, si e ka përjetu, cili tarikat, cili sufi, cili dietar dhe të ngjashme. Me folur me terminologjinë e tasavvufit, thuhet, tasavvufi nuk është qal, por është hal. Pra, tasavvufi nuk është gjë që shprehet me fjalë, qale, ka thënë me fjalë, por është gjendje, është përjetim dhe mbaron puna. Tasavvufi, tham edhe në pjesën e parë, ka kaluar nëpër 4 periudha kryesore të zhvillimit historik. Periudha e zohdit, që është periudha e përjetimit dhe e jetësimit të tasavvufit islam. E dyta është periudha e tasavvufit si shkencë, ku fillon tadwinul kutub, apo shkrimi i librave, në të cilat libra fillon të interpretohet, të definohet tasavvufi, dhe nga këto fillon të humb atë thellësinë dhe peshën, sepse tham tasavvufi është hal, është gjendje, është përjetim, nuk është qal, nuk është fjalë, nuk është definicion. Dhe sa më shumë që ti mundohesh me fjalë, me e shkrue përjetimin, e bën poezi, ta quaj kështu, e bën një fjali të rëndëmt. Përjetimi më i mirë është atëherë, siç thojnë sufit, kur thuhet hu, nga ajo huve Allahu. Bila ta shkojnë, do ta shohim pak më vonë, këtë fjalën la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, e thojnë të gjithë njerëzit. Pastaj, sa më shumë që ngritesh në nivelet të tasavvufit, kjo formulë e islamit vjet të u shkurtue. Kur ta mrish atë nivelin wahdet i wujud, ku nuk ka asgjë tjetër që ekziston përveç Allahut, apo hululi, kur çdo gjë është e shkrirë në Allahun, dhe Allahu është i shkrirë në çdo gjë, dy terme, dy kategori ekstreme të tasavvufit, në atë kohë fjala la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah nuk ka kuptim. Atje ka kuptim vetëm hu, do të thonë ai, Zoti, sepse ti je në fakt i shkrirë në Zotin dhe Zoti është i shkrirë në ty. Periudha e tretë e tasavvufit është periudha e tarikatit, që si ndarje e koncepteve të tasavvufit në tarikate të ndryshme, në pikpamje të ndryshme, si lindën tarikatet, njëjtë sikur medhhebet. Dhe periudha e katërt është periudha ose koha e dekadencës së tasavvufit, kur tasavvufi nëpërmes përhapjes në numër ekstrem të tarikateve, secili për çefin e vet,
dhe secili në kryen vete, këtu më fillon degradimi ekstrem i frymës zuhdije të tasavufit. Atëherë, nëse është kështu dhe ka kaluar në për periudha të ndryshme, dhe nëse tasavufi si misticizëm nuk qenka vetëm nga islami, folur tani nga brenda tasavufit, folur me gjuhën si që përdor Gazaliu për shkencat të ndryshme, folur me gjuhën e Sufijut, shikuar në librat burimor të tasavufit, këto dua të përmendi disa nga definicionet për me ditë se si sufistët e shohin, e përjetojnë dhe e definojnë tasavufin. Një nga definicionet e tij është tasavufi është moral i mirë. Do me thonë, ti kushtosh vëmendje shumë edebit. Një definicion. Një tjetër thot, tasavufi është pastrim total i zemrës. Me pas një zemër të qiltërt. I treti thot, tasavufi është braktisja e dëshirave dhe e lakmive egoiste. Një pastrim i karakterit të njeriut. Pastaj, tasavufi është largim nga çdo gjë e padobishme dhe koncentrim vetëm në atë që është e dobishme. Për ty si person, për njerëzit që të rrethojnë dhe për shoqërinë. Një tjetër definicion i tasavufit. Tasavufi është praktikimi super preciz i sunnetit të pejgamberit a.s. Të ndjekësh tasavufin, vazhdon definicioni, dënë të thot ta dish vlerën e kohës aktuale dhe ta përdorësh atë si çdohet. Të mësosh që të mos jesh kur i vrasht dhe të mos jesh i pasjellshëm me askë. Të sillesh me të gjithë butësisht dhe me delikatesë. Kjo është të jesh sufi. Tasavufi është ta falësh çdo kë i cili ndonjëherë të ka dëmtuar. Tasavufi është një definicion tjetër, të mos ankohesh as për smundje kur, as për sprova dhe as për fatkeqësi. Vazhdimisht të thuash elhamdulillah. Dhe edhe një tjetër, tasavufi është të përpiqemi që të arrijmë shkallën më të lartë të njerëzilëkut dhe të humanitetit. Dhe mbi të gjitha, tasavufi është ihsan. Ju kujtohet sigurisht në ligjëratën e parë, thash se sufistët, këtë hadithin e pejgamberit kër i vjet Gjibrili dhe pyet çka është imani, çka është islami dhe çka është ihsani, fjalën ihsan e përkthejnë me terminologjitë sipas pikpamjeve të tyre si një moral i mirë. Përderisa thonë sufit, imani është lidhja e Zotit me njeriun, islami është lidhja e njeriut me njeriun me natyren, ndërsa ihsani është pastrimi i zemrës deri atje sa lidhjet e tua horizontale me njerëzit, me ekzistencën dhe lidhja e jote me Zotin lart si iman të jetë e pastërt 100%. Kjo është interpretim i sufizve për fjalën tasavvuf. Një ndër sekuencat kryesore në tasavvuf janë dy. Një është e shquar shumë lidhja e muridit me murshidin. Lidhja e shehit me ata të cilët e pasojnë. Murshid i thuhet njeriut i cili e udhëzon tjetrin, studentin, nxënësin, që ta gjej rrugën e Zotit ma mirë. Sipas sufistëve, një njeri i cili nuk e ka një mësues, një murshid, një udhëzues, ai vështirë e ka
ta gjenë Allahun rrugën e Zotit, e shumë let e ka që të devijoj nga rruga e Zotit, nga rruga e drejt, si që e quajnë ata. Ndërsa muridi në tasavvuf është personi që ka tarikate, ata shka janë sufi, e shka janë në tarikate, mos mënohen me njere, ky e kritikoj, se kritikoj ky, të ke fundit as që më intereson se qëfar mendohet jashtë, sepse jam mos them duke shpjeguar shkencë, por jam duke e trajtuar një temë që mos them bashkur, por shumë rrallë është shpjeguar pro et kontra ndër shqiptarët. Jemi ndoshta po them, kombi i vetëm, populli i vetëm, mes popujve musliman që ka shkruar kaq pak, e mësë paku, e thuaj se hiq rreth tasavvufit, me gjithë që tarikate tek ne ka shumë. Mangësia kryesore e tarikateve tek shqiptarët është sepse nuk kanë kuadrët të shkolluara mjaftueshëm, mos them hiq. Shumë rrallë në tarikate ke njerëz të cilët din me e shpjegue tasavvufin, qoftë edhe tek muridat e vetë, qoftë edhe brenda teqeve të veta. Janë shumë prapa të gjitha drejtimeve apo rrafsheve në hemisferën islame dhe në të gjitha hemisferat tjera, në të gjitha rrafshet tjera. Mund t'i numrosh krejt libra sa ka rreth tasavvufit, të shkruara tek ne, nga ne në gishtat e një dore. Mund të gjesh nej status dikon, nej diçka, por ata bile arsyetojnë se tasavvufi nuk ka kal, që shtash pak përpara, nuk thuhet me fjalë, por është hal, ndjet, jo vlla. Ti dosh me ja spjegue muridit tën se çka është tasavvufi. Dosh me bin nëse veç punon për me pas murida sa ma shumë, vlla shkruj, vlla shpjegoje, studioje, për ndryshe mbetesh siç të përshkrova deri më tani. Pra, tasavvufi, sipas shpjegimeve sufiste, ihsani është jeta, ajo brendësia e zemrës, ajo morali i mirë. Sekuenca e parë e tasavvufit pra është lidhja gjenetike, shumë e fortë midis muridit dhe murshidit. Kjo është e para. Një çështje tjetër që bie në sy në tasavvuf, në misticizëm, tek sufit, është edhe përdorimi i disa termeve, të cilat për ata që nuk janë brenda aty, janë krejtësisht të pakuptueshme. Andaj thonë se nëse do ta njohësh tasavvufin, hajde brenda këto, përjetoje, pastaj ti në mënyrën tënde thuaje ashtu siç di me thonë. Me një fjalë, gjuha fizike, kjo gjuha të cilën ne e përdorim në përditshmëritë tona, e humb vlerën në thellësitë apo në botën e brendshme të tasavvufit. Gjithsesi, sofistët tasavvufin e konsiderojnë fikhu dakhili apo fikhu i brendshëm, përderisa shkenca e fikhut apo jurisprudencës apo e drejta islame merret me formën e jashtme të islamit që quhet shariati, me mënyrën e faljes së namazit, me mënyrën e kryerjes së obligimeve klasike të islamit, të jetës në përgjithësi. Shkenca e fikut, sa për dijenin e atyre të cilët nuk e din, është e drejta e vetme në botë e cila nuk ka gjë në jetën e njeriut, prej momentit kur del nga barku i nanës, me atë vajin e parë, e deri në momentin kur hy në varr, 24 orë, ku do që shkon, çfarë do që bën,
në prezencë të njerëzve, në vetmi tasavvuf, ky fikhu islam, e drejta islame i ka dispozitat, konditat, rregullat, ligjet, nënligjet, nenet, nënnenet e veta. Është një shkencë aq e detajshme sa nëse e krahason me të e drejtën romake apo e drejta e Francës, revolucionit francez e të ngjashme, ato mbeten 5% e asaj çka ka në të drejtën islame. Për çka ndodh kjo? A bojnë në kryen vete fukahat, juristët islam? Jo, për shkak se në fakt, ani pse e teprojnë shumë, 700 farze e vaxhibe i ka namazi, ka në libra që shkruan. Prallë është kjo. Humbja e vlerës se namazit është koncentrimin në formën e jashtme të tij. Namazit e ke fundit, miq, shok të dashur. Namazi është lidhje, nyje, sile midis teje dhe Allahut të Madhreshëm. Nuk është ajo forma, veç ajo forma e jashtme që e rëndojnë kaq shumë fukahat. Sido që tjetë, fikhu pra, nga ana e jashtme është kjo që e thash. Ndërsa sipas sufive, tasavvufi është fikhu i brendshëm. Siç bën ky jashtë me normat për jetën jashtë, fikhu i brendshëm bën me zemrën dhe e pastron atë. Përtej kësaj, pastërtia e zemrës tek sufit, përveç që quhet ihsan, është themeli i kontaktit, i relacionit të vërtet midis teje dhe Zotit të Madhreshëm. Pra, krijohet një gjendje që quhet itmi'nan, një gjendje qetësie e thellë ku ti ma futesh në ato melekutet e Allahut, sa shkojnë aq ekstrem sa mund të arrish deri në një pikë ku teshat që i ki në trup ma nuk kam pesh. Bile edhe trupi yt nuk ka pesh. Je shkrije në dashurin e Allahut. Kështu. Parimet bazë të tasavvufit, folur nga perspektiva e tasavvufit, mos ta përsëriti shumë herë, miq të dashur, po spjegoj tasavvuf me terminologjinë e tasavvufit nga brenda tasavvufit. Kur t'ja nisim me fol për këndvështrimin tim, si unë e shoh, apo këndvështrimi i dietarëve të tjerë, është çështje në vete. Mos thuhet, parzit e livdoj, tash po e kesh. Jo më burr, unë po e shpjegoj tasavvufin, nuk po e promovoj, nuk po bëj propagandë as pro tasavvufit e as kundër tasavvufit. Cilat pra janë parimet bazë të tasavvufit? 1. Sjellja dhe jeta sipas rregullave të Kuranit dhe Sunetit. 2. Respektimi këmbgulës i urdhrave dhe ndalesave fetare. 3. Jeta në përputhje të 100% me Sunetin dhe me Sunetin e Muhammedit a.s. 4. Ruajtja nga bidatet. Flasin sufit shumë për bidatet. Pastaj, 5. Braktisja e dëshirave, e epsheve dhe mbajtja nën kontroll të tyre. 6. Shmangja e interpretimit apo komentimit, shpjegimit të fesë qysh ta merr mendja veç tyje. 7. Shmangja nga cilat do vepër me të cilën mund të hidhrosh Allahun e tutje. Prandaj, çdo kë që e shihni, ju porosita në ligjëratën e parë, bazuar në parimet bazë, 7 parimet bazë, 7 themelet bazë të tasavvufit. Çdo kë që e shihni, po e përsëris, miq të dashur,
gjdo kë që e shihni, që bie ndesh në veprat e tij, në punët e tij, me qëto 7 pika, dine se nuk është sufi, as nuk është dervish i vërtet, as nuk është murit i vërtet, as nuk është murshid i vërtet, e as nuk është babasheh i vërtet. Nëse parimet bazë të tasavvufit shkilen nga ai i cili thirret në tasavvuf, apo pretendon, deklarohet se është sufi, atëherë çka kërkohet ma shumë prej të tjerëve të thojnë ndonjë fjalë të mirë për tasavvufin. Andaj, vepra është ajo që e interpreton tasavvufin e vërtet. Një ndër sekuencat e tjera, ta quaj e treta e tasavvufit, është edhe ajo që pak e përmenda kalimthe, pastrimi i zemrës. Jo pastrim me fshinsë, po qiltëria e zemrës, me u bo e pasqyr që reflekton Allahun, respektivisht reflekton Allahun në jetën tane. Bazohen në ajetin kuranor të surës A'la, ajeti i 14 edhe i 15, që thot qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. I shpëtuar, fitimtar, i mirë është ai i cili tazakka, e ka bu tezkije, e ka pastrue zemrën e vet dhe pastaj bën dhikr, e përmend Allahun. Dhikri, një ndër themelet bazë të tasavvufit, sipas interpretimit të sufistëve të këtij ajeti, wa dhakara isma rabbih fasalla, ka bo dhikr është me boe la ilaha illallah, me lëviz kryet, pastaj hu Allah, hu, te disa tarikate, me bo rrethe, me bo gjeste, të cilat në synin e atij që nuk është sufi, duken të papranueshme e kanë ndonjëherë të çmendura. Gjithsesi, fjalën tezkije sufistët e bazojnë edhe në sure e Shams, ajeti i 9 dhe i 10, i cili thot qad aflaha man zakka wa qad khaba man qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. I shpëtuar është ai i cili e ka pastruar zemrën e vet. Nga kjo duhet të kuptoni se tasavvufi, pra, që thash këna me spjegue lidhjen e tasavvufit e sufizmit me shiizmin, kanë një ngjashmëri në këtë pikë që po du me thonën. Tasavvufi është koncentrim në atë botën e brendshme, ezoterike, jo në këtë botën egzoterike, të jashtme. Flasin me asi terminologji që illa zemra më konë e pastër. Kur të pastrohet zemra, kejt punt i kije në regull. Por, të i këtë në regull është mirë, por pastërtin e zemrës e bojnë një numër i madh i sofizve në mënyrë të gabueshme. Largimi i jetës nga dinamikat e saj, largimi nga ballafaqimet, ulja në një qoshe të teqes, bërja e teqeve si vende dhikri, largimi nga jeta dhe dorëzimi para vështërsive dhe dinamikave të jetës në kuptim të atij tewakkul, mbështetje absolute në Zotin, bie ndesh me parimet bazë në Kur'an dhe në sunnetin e pejgamberit. Bie ndesh me jetën dhe traditën e sahabëve, tabi'inëve, tabi'inëve dhe të ulemave, të cilët edhe nga sufizë bile ka pas, të cilët jetën e tyre
bukën e gojes, rritjen, kultivimin, edukimin e fëmijëve të tyre e kanë bë me atë që e kanë fitue me djersën e ballit të tyre. Janë balafaquar me jetën. Ajo tendenca e çuditshme e disa sufive se jeta askete e larguar nga jeta materiale është jetë të cilën e do Allahu, bie ndesh me Kur'anin, bie ndesh me pejgamberin, sepse Muhamedi a.s. ka punuar kur pa ja ndal, edhe para se me qenën i pejgamber i Allahut, por ka qeni sinqert, e ka marrë titullin nga mushrikët, nga vendasit e tij, El Emin, njeri i besueshëm, e lema pas ardhjes së shpalljes, ku i udhëheq misionet, i udhëheq brigadat e njerëzve për t'i qarë akullnajat e jetës dhe për të ndryshuar mënyrën e jetesës që ishte në kohën e gjahilijes, jetesë e shfrenuar. Kur pejgamberi në asnjë rast nuk ka bo dua tek Allahu, o Zot, bënmi sahabët e shokët e mi e ymmetin të varfër. Përkundrazi, për krah punës të cilën e ka bë, ai është lutër që Allahu t'u shton bereqetin shokëve të tij, pasuesve të tij, ila yaumiddin, deri në ditën e Kiametit. Gjithsesi, miq, Gjunaid el-Bagdati konsiderohet një prej emrave brilant të tasavvufit. Ai thot se shkenca e tasavvufit njihet vetëm nga ata që e kanë njohur Zotin e lartë dhe ata që kanë aftësinë të depërtojnë në melekutillah, në ato thellësitë e Zotit, ku atje arrihet vetëm duke u zhveshur plotësisht nga ndikimi dhe robëria e botës materiale. Ata që nuk e konfirmojnë apo që nuk arrin të depërtojnë në këtë rrugë për të mritë Zoti, kur nuk mujnë me e njoft Zotin në mënyrë të real. Prandaj, në tasavvuf është e nevojshme që të mësohet tasavvufi nga një murshid. Një murid, një student, i cili nuk e ka murshidin e vet, apo folur me këtë terminologjin tonë të na, shehin e vet, baba sheh, ai njeri, bile Bedevia thot, Suhrewardi, Kasheiria pastaj, thojnë tekstualisht, një njeri i cili nuk ka sheh, nuk ka murshid të vet, ai njeri nuk e nje as Zotin dhe ai njeri është i gjykuar që të përfundoj në xhehenem. Pra murshidi, lidhja shpirtnore dhe fizike në mënyrë të çuditshme midis muridit dhe murshidit në tasavvuf është një çështje e ndjeshme, një çështje e cila nuk mund të jetë ndryshe, pos ashtu siç është tani. Ka shkrime brenda ulemave të tasavvufit ku thuhet se për ta njohur këtë jetë të cilën ne e përjetojmë, eja, afrohu, bindju murshidit, shijoje jetën me të dhe pastaj do ta kuptosh se çfarë është tasavvufi. Të gjitha këto, të cilat i përmenda sot, e kanë me shumë të tjera, të cilat do t'i shpjegoj në ligjeratën e arshme, në videon e arshme, janë pikpamjet bazë mbi të cilat ndërtohet tasavvufi. Dhe, shumë çuditërisht, si kur në shiizëm, njëjtë edhe në sufizëm, në tasavvuf, interpretimi alegorik, te'wili në gjuhën arabe, është themel i sufizmit. Ajetet kuranore i interpretojnë
Ndoshta qysh I kuptojnë, por unë ma shumë mendoj se ashtu si që ju përshtatën atyre. Edhe në shiizëm, interpretimi alegorik është shumë I përhapur. Për shembull, sufistët thojnë, fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lemun. Që unë e kam përdor me 100 herë këtë ajet në shpjegimet e mia. Pyetni profesionalistët për çështje të cilat ju interesojnë. Vetëm profesionalistët, ata të cilët din, pyetni për gjëra të cilat ju nuk I dini. Sufistët këtë ajet e interpretojnë, pyetni murshidët, shehët, shehlerët tuaj për çështje të cilat juve ju interesojnë në jetën tuaj. Në të kundërtën, jeni në delalet. Në videon e radhës vazhdojmë me e shpjeguar njërin prej sekuencave, apo rrafsheve, apo shkencave të quaj, pikpamjeve, të thëmë më mirë, pjesëve më të ndjeshme, më të thella dhe më kontradiktore, jo vetëm në teologjin islame, por në të gjitha fet e tjera në botë. Deri atëherë, edhe njëherë, wassalamu alaikum.